Atëherë, më lejoni t'ju them që jam këtu për të shprehur shqetësimin në emër të Lidhjes Demokratike të Kosovës, që lëvizja vetëvendosjes sot për herën e 7 pengoi konstituimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Einstein e ka thënë shumë qartë, është çmenduri me përsërit veprimin e njëjtë dhe me prit rezultat ndryshe. Është sa ta herë që për zonjën Haxhiu ka vetëm 57 vota dhe keni pas sa herë që vinë eksponent televizjes vetëvendosje deklarohen që mbase partitë opozitare kanë reflektuar. Unë për tjerët nuk mund të flas, falen ata vetë, mirë po mund të them në emër të Lidhjes Demokratike të Kosovës që ne nuk kemi vot për Albulina Haxhiun, por as edhe për ndonjë kandidat tjetër. Zgjedhjet e 9 shkurtit e kanë treguar qartë që qytetarët e Republikës së Kosovës nuk i kanë dhënë askujt shumicën absolute për të formuar si parti e vetme institucionet e Republikës së Kosovës, edhe për shkak të dështimeve në 4 vjeçarin e kaluar. Andaj ne kemi bërë qartë që institucionet konstituohen me marrëveshje politike dhe siç po e shohim, pavarësisht rezultatit e votave, lëvizja vetëvendosje insiston që t'i marrë të gjitha institucionet, të gjitha pozitat, mirë po pa e pasur shumicën dhe një gjë e tillë nuk mund të ndodhë. Tani LDK-ja e ka thënë qartë, e ka refuzuar një bashkëpunim të mundshëm përmes një letre e cila ka qenë publike, mirë po më lejoni t'ju them që janë edhe 13 parti tjera, sepse gjithsej jemi 15 parti parlamentare në Kuvendin e Republikës së Kosovës, andaj unë konsideroj që është dështim i tyre dhe vetëm i tyre në qoftë se këta nuk kanë lënë hapësirë bashkëpunimi me asnjë parti tjetër politike dhe kjo është për shkak të shkeljes së ligjeve, shkeljes së kushtetutës dhe sjelljes së tyre shumë arrogante. Tani unë mund të përgjigjem në atë se çfarë ka ndodhur dhe për qëndrimet e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ne i kemi thënë jo një bashkëpunimi të mundshëm dhe një marrëveshje politike me lëvizjen vetëvendosje, për situata hipotetike nuk mund të flas, mirë po ne insistojmë që duhet marrëveshje politike për të bërë 61 vota në Kuvendin e Republikës së Kosovës dhe këtë natyrisht kushtetuta ja jap të drejtën e propozimit dhe të konstituimit të organeve, fillimisht partisë e cila është fituese. Kështu që përgjegjësia është e tyre dhe ata duhet mendojnë qoftë për të ftuar parti tjera parlamentare, qoftë për të zgjedhur zgjidhje për dalë nga gërqi. Partit politike, po e them edhe një herë, jo nuk votojmë sepse në tërë historinë e Kuvendit të Republikës së Kosovës ka pasur parti të cilat nuk kanë votuar për kryeparlamentarin. Domethënë është e drejtë, nuk mundesh me imponu votën dhe nuk mundesh me imponu kandidatin. Nuk është, domethënë ngërçi nuk është imponuar nga ne, nuk jemi ne ata që po kem ngulim në një kandidat, u potencu disa herë që po përmenden emra të tjerë për të cilët disa parti të tjera opozitare domethënë do të votonin. Më lejoni t'ju them që partitë politike janë gjithmonë të gatshme për zgjedhje, mirë po unë e konsideroj që qytetarët e Republikës së Kosovës nuk kanë votuar në zgjedhjet e 9 shkurtit për ta dërguar vendin prapë në zgjedhje pa u bë konstituimi i institucioneve të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Dhe këtu nëse shkojmë deri te zgjedhjet, prapë përgjegjësia i takon pikërisht partisë politike, partisë së parë e cila është edhe mandatuar sipas institucioneve, sipas kushtetutës së Republikës së Kosovës për formu institucionet në bazë të një rezultati zgjedhor. Jo, nuk është, sepse domethënë veç po e ndryshon komplet kontekstin, sepse ata janë të cilët po presin, ne s'po bëjmë kurfar veprimi, domethënë vota jonë është konsistente, mirë po nuk ka veprimi jonë, sepse nuk jemi ne ata që kemi propozu kandidat. Ne nëse kishim rastin, domethënë të kishim propozim një kandidat, natyrisht që nuk do ta dështonin të njëjtin 5 ose 6 herë ose 7 herë. Do e kishim ndryshuar. Nuk është përgjegjësia jona për ta zhbllokuar. Kemi thënë, e kemi deklaruar disa herë që përgjegjësia është e propozuesit, është e partisë parë për ta zhbllokuar situatën. Ne kemi deklaruar votën tonë.
Nuk mundet një parti tjetër politike me imponu kandidatë dhe me imponu votën e deputetëve. Nuk ka forcë politike e cila imponon votën e deputetëve në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Deputetët janë thjesht përfaqësues të qytetarëve. Kallëzimi penal është duke u hartuar. Kemi kërkuar qasje në vendimet e ministrive, e të gjitha ministrive, dhe jemi duke pritur që të kaloj afati në mënyrë që të kemi qasje në dokumenta. Jemi në përfundim. Tani në parti kemi juristat të shumtë dhe natyrisht që mund të ketë, këtu janë mendime profesionale. Ta keni parasysh, nuk jemi duke bë politik me një çështje të tillë, jemi duke përgatitur një kallëzim penal për cilën ju do të njoftoheni me kohë, ndërsa sa ju përket takimeve nuk mund të them këtë sepse është një rast hipotetik. Urnani? Historiku tregon që jo të gjitha partitë kanë votuar kryetarin e Kuvendit. Sot vjen kurant në deputeti i lëvizjes së vendosjes i cili është prapa jush, para 49 orësh të foltore, është pyet se çfarë shembull jep vendosja duke kërkuar vota kur kalon nëse ka votuar, nëse nuk ka vojë ka dhe vesel ose çfarë tjetër. I njëjti thotë se tash thirrën një president të gjykatës kushtetuese nëse nuk u gaboj, pra sipas tij e drejta për ta propozuar kryetarin e Kuvendit i takon partisë fituese dhe kjo e drejtësi autonome nuk mund të cënohet nga opozita duke preferuar ndonjë kandidat tjetër, por duhet mbështetet kushdo që propozohet prej vendosjes. Edhe unë po e them që e drejta i takon, sepse jo që po e them unë, po e ka thonë gjykata kushtetuese dhe e thot Kushtetuta e Republikës së Kosovës që e drejta i takon partisë së parë. Mirë po askund në asnjë vendim dhe në asnjë dokument nuk thot që mundesh me të njëjtin, do të thonë mundesh me imponu votën për të partive të tjera dhe e thot që ke të drejtë me propozu, po asesi nuk e thot, do të thonë që kjo e drejtë është gjithsesi. Këta e kanë për obligim me bë marrëveshje politike për konstituimin të Kuvendit fillimisht e mandatit të qeverisë të Republikës së Kosovës. Është edhe një çështje tjetër të cilën këta po e deklarojnë. Këta thonë që i kanë votat për qeverinë, mirë po dëshirojnë që kandidatja e tyre për kryetaret e parlamentit të votohet edhe nga opozita, nga se sipas tyre kjo përfaqëson Kuvendin e tjera. Në të kaluaren, do të thonë gjithmonë ata që kanë pasur ato votat për qeverinë janë shfrytzuar edhe për votimin e kryetarit të Kuvendit. Kështu që situata është e qartë, këta nuk kanë vota as për qeveri dhe as për krye parlamentare. Do të thonë thjesht duhet me ul, duhet me pas marrëveshje politike sepse nuk mundesh me imponu vot në asnjë mënyrë. Nuk mundesh me ju tregu prap deputetëve se qysh me votua ata për një kandidat të caktuar. Po gjasa sa do pak që LDP ta votoj propozimin e vetëvendosjes, sa do pak gjasa, me qenë se fillimisht nuk e keni votuar se raportin për verifikimin e mandateve, pas 2-3 seancave keni ndryshuar qendrim pas një mbledhje që shmboi. Nuk ka gjasa, do të thonë që LDK të votoj, nuk e kemi ndryshuar, e kam thënë për të satën herë, vendimin për verifikim të mandateve ka qenë komisioni i cili ka ardhur në një konkluzion tjetër dhe ka përgatit një raport duke u thirrë në vendimin e gjykatës kushtetuese për rastin e Qazim Qeskës, të cilit gjykata kushtetuese dorëheqjen deklarative ja ka njohur si dorëheqje de facto dhe de jure, dhe është detyruar që me dhënë dorëheqje. Ka qenë komisioni profesional i përfaqësuar nga partitë politike, i cili, do të thonë, ka ardhur në përfundim që ne duhet t'ju njohim deklaratat e tyre si dorëheqje. Dhe mandej rrjedhimisht kjo ka qenë deri te vendimi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës që ne, me qenë se po ju njohim dorëheqjet deklarative, këta pas kanë bërë një shkelje tjetër sepse janë duke kryer funksione ekzekutive edhe tani derisa flasim. Faleminderit shumë. Urdhna edhe një pyetje. Për votat e opozitës do të flasim në momentin kur bëhet konstituimi i Kuvendit, kur kalon 15 ditë që i takon partisë parë dhe mandej e shohim. Do të thonë edhe kjo është një situatë për cilën duhet mund të përgjigjemi vetëm pas kalimit të afateve kushtetuese. Faleminderit. Veç edhe një pyetje. A ju duket pak satallje për qytetarët për gjithë deputetët që po e bëjnë kashifyre që kanë dalë në votime? Për shkak që ka një zvarritje radha zgjedhje, është një farë lloj obligimi qoftë i partisë më të madhe që ka dalë nga zgjedhje, por edhe nga partitë e tjera të gjejë zgjidhje.
A i duket se ka reagime nga qytetarët se po i duket tallje këtë çështje? Tani t'ju them të drejtë nuk është që kemi sondazhe ose matje ose për të pasë si qëndron percepcioni publik, por logjika e thotë që edhe nëse jemi përgjegjës të gjithë 120 deputetët sa jemi në kuvend, këtu përgjegjësinë më të madhe e bën partia politike e cila ka vendin e parë. Janë 42% të qytetarëve të Republikës së Kosovës, janë 48 deputet që ulen në atë sallë dhe janë televizës vetëvendosje, andaj që edhe nëse përgjegjësia do të shpërndahej logjikisht në mënyrë proporcionale, përgjegjësia në çfarëdo varianti, për bllokadë, për shkurje në zgjedhje, për gjithçka tjetër i takon lëvizjes vetëvendosje. Faleminderit.